tregom sinqerisht, cila është kon kritika më e rëndësishme që ta ka bë djali ty? Djali im është ekonomist i ri, i cili jep ligjërata dhe merret me punë kërkimore shkencore në ICL në Londër. Dhe kritikën kryesore që ka mbi gjitha në raport me gjendjen e ekonomisë në vend, dhe për mua që nuk jam ekonomist, dhe që interesohem mbi gjitha për temat e politikës së jashtme, dhe kritikën paralele në raport me ekonominë ka sësi shumë në rinin. Ai kërkon që PDK duhet me bë shumë më shumë për rinin, që rinien duhet me kyç më shumë edhe në sektor privat dhe në sektor publik, dhe që politika tona rinore nuk janë ato cilat i përfaqësojnë kërkesat e rinisë dhe partitë politike, janë shkputën shpeshherë prej pritjeve që i ka rinia 2025-s në raport me ato se çka duhet të ndodhte. Cili raporti, domethënë me djalin, se janë dy lloj komunikime është bab djalë, që e dione, domethënë që i shohun, subordinim ose një farë lloj betejë konstante. Në çfarë relata shihme të, domethënë është subordinuar, domethënë e mbi vlerëson rolin e babës, sepse janë disa fëmijë që për shkak të staturës dhe për shkak të jetës tonë politike gjatë pozitave, deshte e ul pak veten, apo lufton ai me ty, domethënë? Ai është shumë krenar që unë jam këtë që jam për mua, dhe që unë jam Partinë Demokratike të Kosovës dhe ka një kështu vlerësim maksimal parashimit dhe përkatërinë, si shokët mi studimeve. Po çdo vendim që e ka marrë jashtë ndonjë ndikimi tim. Do thotë, unë se kam pas idenë që mund të bëhet ekonomist. Edhe kur ka shku për studime në Britani të Madhe, ka vendim i tij i pavarur dhe më ka thënë mos ma prish. Kjo është, se më tha, jeta ime, unë do të shku në Britani të Madhe. Edhe kem dallime shpeshherë konceptuale pra se çfarë ndodh në botë. Kem debat, jo për ato që ka ndodhur në Kosovë, po për ato që ka ndodhur në botë, kem, si më thonë... Çka është, pak i majt progresiv, pak woke, që i themi ne, është ideologjikisht ku është, se fëmija mi, luftën kryesore këm pas të azon me qikat e mija për Palestinë-Izrael, për që ka ndodhur në Amerikë, që ka ndodhur anena, edhe ma nej që ati cupa bohmi, dhe më thonë. Do të në temat të tilla ndërkombëtare je ma shumë bashkë. Okej. Po në temat dallimit ekonomik të Kosovës me rajonin dhe çka bëjmë na si politik sa i takon zhvillimit ekonomik, çfarë politika ekonomike bëjmë, çka bëjmë për teknologji, sa po investojmë në rinin ton, ai e sheh mënyrën ma kritike të moshme dhe këtu bëjmë dallime. Ai mendon që Kosova të kalon në një fazë komplet të re, ku arsimi, teknologjia, data, se merret me data, dhanat mund të jenë një burim i rëndësishëm për zhvillimin e ardhshëm të Kosovës.